Ju përshëndes të gjithëve shikues të nderuar këtu nga Fokus në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Vetëm pak orë na ndajnë nga heshtja zgjedhore dhe ky është momenti i fundit ku kandidatët për deputet që do të mund të shpalosin tashmë edhe vizionin e tyre që kanë bërë gjatë gjithë kësaj fushate, por do duhet bindin qytetarët deri në momentet e fundit të tyre për të shkuar në 11 maj, ditën e diel drejt qendrave të votimit, kanë pikërisht mundësin e fundit për të qenë përballë elektoratit edhe publikisht. Unë kam kënaqësinë që të kthehet me mua në Fokus, por tashmë si kandidate për deputete, zonja Evi Sallushi, kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zonja Sallushi në Fokus. Mirëmbrëma Ermal, shumë faleminderit për ftesën. Urim edhe për fushatën që keni zhvilluar, një fushat qytetare dhe një fushat der më der me njerëzit. Zonja Sallushi, si ka qenë kjo fushat pra për ju, e cila tashmë është me orët e saj të numëruara, thuajse po përfundon? Po. Fushata që kam zhvilluar gjatë gjithë periudhës nga momenti që ka nisur deri më tani, ka qenë një fushat e qetë, intensive, shumë qytetare dhe ka qenë një fushat vetëm pranë njerëzve. Që në momentet e para që më është caktuar zona në të cilën unë do të punoja, që është zona e rajonit 4, lagja Çole, Kume, fusha aviacioni dhe merat gjithë çfarë përmbledh rajoni 4, si dhe njësia administrative Novosel me të 12 fshatra që përfshin kjo njësi. Momenti i parë ka qenë pikërisht intensifikimi i takimeve të fëmija. Fillimisht mu duk paksa e vështirë, ndoshta dhe pamundur në fillim për shkak edhe të zonës teje të gjerë që kanë qenë, sepse janë të dyja zonat me shtrirje shumë të gjerë gjeografike, megjithatë kjo nuk ka penguar as pak që unë në maksimumin tim të mundshëm të shkoj kudo. Të mundohem të takoj çdo banor të dyja këtyre zonave që unë përfaqësoj, por gjithmonë duke patur një sy edhe nga rajoni 3, sepse unë me eksperiencën edhe si këshilltare bashkiake tani më në mandatin e 4, kam përfaqësuar rajonin 3, rajonit të cilin unë edhe banoj vetë, dhe gjithmonë problematikat e tij rajoni unë i kam ngritur edhe në këshill bashkiak. Dhe gjithmonë e kam pasur edhe vëmendjen ndaj kësaj zone të cilën unë kam punuar si përfaqësuese në këshill, por njëkohësisht edhe si zonë që e njoh, sepse aty kam të njohur, miq, familjar, kështu që kjo ka qenë domethënë fokusi i fushatës sime elektorale në këto 40 e ca ditë në mos gaboj. Por në fakt ju duhet që fushatën ta shtrini në të gjithë territorin e qarkut Vlorës apo jo, sepse do dilni deputete me votat e të gjitha bashkive, të 7 bashkive të qarkut. Si e keni situatën në Himar, në Selenic, në Sarand, dhe a keni shkuar aty për fushat? Mbaj mend që vetëm pak ditë më parë keni zhvilluar një takim dhe një sër takimesh në fakt në Sarand. Po, në fakt, mua më ka ndodhur një fenomen i çuditshëm aty, rreth pasi kishin kaluar 2 javë e gjysmë 3 javë nga fillimi i fushatës, nga Saranda marr një kërkesë për një takim, në fakt nga njerëz që nuk i njeh, një takim me të rinj, të reja, gra të qytetit të Sarandës. Më kërkuan që deri në takimin pastaj kam shkuar përsëri, më pas kam shkuar edhe në Ksamil dhe jam takuar edhe me banor të zonës, njëkohësisht dhe përfaqësues të bizneseve atje. Kam shkuar edhe në Bashkinë Himar, sepse unë jam me origjinë nga Tërbaçi, jam vajzë tërbaçiote dhe Tërbaçin e dim të gjithë për natyrën e banorëve që jetojnë atje dhe sa shumë i mbështesin bij dhe bijat e tyre. Kam shkuar edhe në Bashkinë Himar, kam shkuar edhe në bashkitë e tjera, pra fushata ime nuk ka qenë e përqendruar thjesht dhe vetëm në zonat që më janë caktuar që në fillim kur ka filluar kandidimi im. Njëkohësisht kam vajtur edhe në zona të tjera, duke u referuar pikërisht edhe për ardhjes time familjare, jo vetëm pjesës time, por edhe nga bashkëshorti im, i cili është me origjinë nga fshati i Bolenës, dhe të gjitha këto kanë qenë pika kontakti dhe mënyra se si unë e kam zhvilluar fushatën time duke u takuar maksimalisht me këdo në qarkun e Vlorës. Si u kanë pritur qytetarët në këto takime? Kanë qenë takime jashtëzakonisht të ndjera, më kanë pritur jashtëzakonisht mirë, kam gjetur një lloj mikpritje, një lloj fryme, mbështetje
përpos problematikave që kanë patur, sepse më lejoni të them që ka mjaft probleme, kanë mungesa, ndoshta edhe në premtim të pambajtur, probleme të përditshmërisë, të cilat i kemi dhe ne, dhe unë përditshmërinë time kam probleme si kundër edhe ti. Të gjithë e dim shumë mirë se sa e vështirë është në ditët e sotme dhe çfarë natyre vështirësish ka jeta e ditëve të sotme. Megjithatë, në asnjë prej zonave që përmendas në rajonin 4, as në njësinë administrative Novosel, problemet që ata kishin nuk krijuan barriera komunikimi. Do me thënë, momenti i parë mund ketë qenë një moment i mënyrës se si ata më paraqesin problemet që kishin, por pastaj kemi gjetur atë mënyrën e bashkëpunimit, jemi ulur, kemi folur, më kanë shprehur hallet dhe problemet e tyre, më kanë mirëpritur në të gjitha takimet, sepse nuk kanë qenë takime vetëm nga një unë në vazhdimsi, kam shkuar tek banorët e zonave që unë përfaqësoja. Kuptoj që kërkonin mbështetjen e tyre dhe përzgjidhjen e problematikave, mbështetje të cilën unë ja u kam dhënë dhe ja u kam thënë me sa mundësi kam patur që do jem një zë i fuqishëm për secilin prej tyre, për ato probleme që ata kanë. Duke patur edhe mbështetjen, duke kërkuar mbështetje edhe në institucionet përkatëse, dhe ja u kam thënë që sido që të vijë gjëja, do të thënë, nëse unë zgjidhem apo nuk zgjidhem përfaqësuese e tyre, bëhem apo nuk bëhem deputete e njësisë administrative Novosel ku më është caktuar që të punoj, apo edhe përfaqësuese banorëve të rajonit 4, unë do të shkoj patjetër tek të gjithë këta banor. Do të vete tek ata, do t'i takoj, do të gjej mundësinë për të zgjidhur ato problematika që ata kanë. Ja u kam thënë dhe këtë që unë aktualisht jam duke kërkuar dhe duke vendosur 2 ambiente zyrash, qoftë në rajonin 4 dhe në njësinë administrative Novosel, që të krijoj lidhjen me banorët. E mendoj shumë të rëndësishme atë marrëdhënien e ngushtë me secilin prej banorëve, dhe pastaj dhe në rrugë institucionale duke bashkëpunuar me të gjitha bashkitë, qoftë në Bashkinë e Vlorës, Bashkinë e Sarandës, Bashkinë e Selenis, kudo në mënyrë të tillë që të gjejmë zgjidhjet për ato probleme që banorët kanë. Një Lushi, ju keni prej vitesh në politik, madje keni drejtuar edhe fushata, keni qenë pjesë e tyre. Çfarë të veçantë ka kjo fushat e këtij viti, përveç asaj që jeni kandidate, pra çfarë emocioni keni ndjer gjatë këtij rrugtimi? Është pak e veçantë si fushat, dhe ti e di shumë mirë, sepse është hera e parë që zhvillohet për nga kjo lloj mënyre organizimi. Do me thënë, më përpara nuk e kemi patur listat organizuara në mënyrë të tillë, listat e hapura dhe listat e mbyllura, garën që zhvillohet në brenda subjektit dhe sipas listave që janë përcaktuar në këto zgjedhje, ka një të veçantë shumë të madhe dhe një karakteristikë të cilën unë e kam ndjer, të qenit shumë më pranë njerëzve. Do me thënë, secili prej kandidatëve në mënyrën e vet është duke zhvilluar fushatën e tij. Të njëjtën gjë kam bërë edhe unë. Kjo është një fushat e cila të jep një mundësi të jashtëzakonshme që ti të shkosh kudo, tek secili prej atyre banorëve që ti përfaqëson. Të trokasësh në derën e secilit, ti dëgjosh, ti mirë kuptosh, sepse ka ardhur momenti që njerëzit duan të dëgjohen. Njerëzit duan një figurë të re, duan një figurë të pastër, duan një si ata dhe duan dikë si ata që ti përfaqësojnë. Dhe kjo është një veçantë shumë e madhe e kësaj fushate. Përveç tjetrës është fakti që duke qenë organizuar në këtë lloj forme, ekziston mundësia e jashtëzakonshme për maksimizimin e votës së Partisë Socialiste. Secili prej nesh, duke trokitur në çdo derë, duke takuar dhe duke zhvilluar në mënyrë intensive fushatën, maksimizon votën për Partinë Socialiste, i cili është qëllimi më i madh i kësaj fushate. Fitoria e Partisë Socialiste, marrja e mandatit të nënt që ne kemi njëkohësisht edhe qëllim të fushatës sonë, është pikërisht motivi kryesor, sepse fitoria e Partisë Socialiste është fitore për të gjithë vlonjatët, themun, por dhe për të gjithë shqiptarët. Nuk ka lidhje thjesht vetëm me mua që jam në listë, apo me dikë tjetër që është pjesë e listës hapur apo të mbyllur. Çështja është vetëm maksimizimi për fitoren e Partisë Socialiste, maksimizimin e votës. Thatë se kanë probleme qytetarët, ashtu si kundër jemi vetë qytetarë, jetojmë në këtë qytet, shohim edhe problemet që kanë edhe zonat rurale. Cilat janë ato problematika që kanë evidentuar gjatë këtij rrugtimi? Problematikat lidhen me infrastrukturën. Problematika lidhen për shumë në zonat të caktuara edhe me ujin e pishëm. Lidhen edhe me legalizime. Pra ka një tërësi problemesh të cilat unë i kam gjetur dhe mi kanë shfaqur qytetarët. Edhe tek zona tjetër përfaqësohet tek rajoni 4, përsëri ka probleme që lidhen me infrastrukturën. Megjithatë, ajo që unë i kam mëshuar më së shumti dhe ja munduar maksimalisht që t'ua them qytetarëve është fakti që ne jemi në një fazë zhvillimi tejet intensiv.
kërkoj mandatin e 4 Partisë Socialiste, kërkoj mandatin e 9 për deputet në Vlorë, dhe ajo që gjithmonë dua që t'ju them dhe përfitoj edhe nga biseda juaj t'ju them sërish qytetarëve në këtë bisedë televizive, është fakti që Vlora ka ndryshuar jashtëzakonisht. Shqipëria ka ndryshuar, po sidomos Vlora, gjë që ne nuk e mohojmë. Jemi në fazën që të vazhdojnë reforma dhe transformimi i imazhit të Vlorës, ka përfunduar zona e Bregdetit, zona e qendrës së qytetit, qendra historike e Vlorës, dhe tani gjithçka është duke ushtrirë edhe në zonat e tjera periferike, sepse Vlora nuk do të ketë më qendër dhe periferi. Vlora do të jetë një tër, një qytet i përmasave të Vlorës dhe një qytet turistik, dhe me hapa galopan, siç po ecë Vlora në ditët e sotme, nuk do të ketë më periferi, ndarje periferi apo qendër. Vlera e pronës do të jetë e njëjtë kudo, në çdo cep të qytetit të Vlorës. Kjo është ajo që unë ju kam thënë qytetarëve, sepse vërtet i vim pas 3 mandateve, kërkoj mandatin e 4, po në 12 vite nuk mund të ndryshoj gjithçka në këtë mënyrë, në këtë intensifikim siç edhe ka nisur. Pra kërkohet edhe koha e vetë për ndryshime të mëdha. Unë e di shumë mirë që nëse në shtëpi bën disa punime, patjetër që dhe ato kërkojnë, fillojnë dhe ne mërzitemi, na vetë shpishti majtundës dhe themi bo kur do mbarojnë. E njëjta gjë ndodh edhe me këtë çfarë po ndodh të transformim rrënjësor të qytetit të Vlorës. Kështu që kjo është ajo që unë gjatë gjithë kohës mundohem t'ua them gjithë qytetarëve që pak durim, besim dhe shpresë që gjithçka do të realizohet në të njëjtën mënyrë siç ka filluar të intensifikohet dhe të ndryshojë imazhi. Siç ndryshoi qendra e qytetit, ashtu do të ndryshojë edhe periferia. Nuk do të ketë më. Vlora do të jetë një nga cepi në cep. Pra, ju shprehni optimiste për këtë gjë, por këto problematika që ju keni evidentuar gjatë kësaj fushate, sa do ta keni fuqinë për t'i përcjell edhe në parlament? Fuqinë e fjalës, sepse të keni normalisht si deputete, për t'i përcjell dhe për të qenë bindse edhe tek autoritetet për të dhënë zgjidhje. Shiko, të qenë deputet, unë e mendoj punë, nuk e mendoj privilegj. Do me thënë, deputeti kur merr mandatin, duhet të përfaqësoj maksimalisht komunitetin e tij, që do të thotë duhet të jetë një zë shumë i fuqishëm dhe duhet bëj të pamundurën për të përfaqësuar në parlament, sepse kjo është fuqia e fjalës. Dhe fuqia e fjalës është e jashtëzakonshme. Nëse ti beson dhe e merr me shumë seriozitet të bësh këtë punë, sepse unë nuk e quaj privilegj, unë e quaj një përgjegjësi të jashtëzakonshme dhe një punë të cilën unë nëse do të më jepet ky besim dhe do të marr këtë mandat, po kushdo tjetër që do të jetë nesër në Kuvendin e Shqipërisë, duhet ta mendoj një punë që duhet ta bëj me përgjegjshmëri. Të paktën për pjesën time, për mënyrën se si unë jam edukuar, si jam rritur, sepse jam rritur në një familje shumë të thjeshtë qytetare vlonjate me 2 prindër punëtor, kam arritur që gjithçka që kam aktualisht në këto momente ta siguroj vetë, i di shumë mirë hallet probleme, çdo të thotë që ti të ecësh përpara dhe pikërisht kjo është ajo që unë do të mundohem maksimalisht ta bëj në momentin që do të mbesohet të jem në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe e them me bindje që nuk do të rresh në asnjë moment së mbështeturi qytetarët e qarkut të Vlorës. Për çfarë do lloj problematike që do të kenë, do bëjmë një zë i fuqishëm për ata. Ndërkohë, zonja Allushi, cilat janë problematikat e biznesit? Pra folëm për disa nga problemet që kanë qytetarët. Po biznesi, ju në këtë rrugtim tuaj të fushatës keni prekur nga afër dhe bizneset, kryesisht ato të vogla apo jo? Po, kam shkuar në disa biznese. Bizneset e zona që përfaqësojnë kryesisht janë biznese të vogla. Bizneset e vogla, problematika që ata kanë të bëjnë me shtrimin e rrugës që çon tek biznesi tyre, që njerëzit për shembull mos kenë problematika për të shkuar atje, lidhe me mungesa për shembull që të kenë edhe në furnizimin në zonat e caktuara me ujin e pishëm. Bizneset të tjera të cilat nuk kenë përmasa më të mëdha kanë problem pikërisht fuqinë punëtore, sepse natyra që ka marrë Vlora në ditët e sotme, pikërisht Vlora jonë turistike, ka bërë që një pjesë e madhe e të rinjve apo e fuqisë punëtore të orientohen drejt turizmit. Dhe ndodh që disa prej formateve të tjera të bizneseve të ngelen pa fuqi punëtore. Ndërkohë që bizneset më të mëdha kërkojnë pjesën tjetër që lidhen qoftë edhe me taksat dhe elementë të cilët janë të përfshirë edhe te programi i qeverisë dhe programi i Partisë Socialiste, programi i cili është shpalosur gjatë gjithë kësaj kohe në këtë fushatë elektorale. Këto kanë qenë problematika që kam evidentuar në zonën që përfaqësoj, në të dyja zona, sepse unë nuk dua t'i ndaj, gjithmonë flas qoftë për rajonin 4, qoftë dhe për njësinë administrative Novosel për të 12 fshatrat që ka kjo njësi administrative. Njësi administrative, konkretisht disa problematika më specifike që kërkojnë zgjidhje, cilat janë, pra dhe
Si mund të ndriçimin në disa zona. Shtrimin në rrugëve në disa lagje në brëndësit të fshatrave. Kishin të bënin pashtu edhe me pjesën e legalizimeve të disa banesave, apo për shembull siç është fshati Dëllënj, i cili është jashtë zonës së menaxhimit, domethënë kanë problematika të kësaj natyre specifike në secilin prej këtyre fshatrave, të cilat unë kam të gjitha të evidentuara. Domethënë janë probleme që i kam marrë drejt për drejt nga banorët e thjeshtë dhe kam të gjitha të evidentuara. Jam munduar gjatë kësaj zone, gjatë kësaj periudhe që të komunikoj edhe me institucione përkatëse, kryesisht me bashkinë. Kam bërë disa zgjidhje modeste, aq sa mundësi kam pasur në këtë periudhë të fushatës sime elektorale, por të gjitha janë të evidentuara dhe i kam në memorien time, por njëkohësisht dhe të evidentuara të gjitha problemet që kam parë gjatë kësaj kohe. Pra i keni dhënë shkëndijat e para që tani si kandidate për të dhënë zgjidhje problemeve? Po, kam bërë maksimumin edhe gjatë kësaj kohe. Maksimumin kam bërë nga ato që kam mundur, kam dhënë drejtim dhe zgjidhje disa problematikave, shpresoj të më jepet mundësia që nesër të kem më shumë fuqi, duke qenë edhe përfaqësuese në Kuventin e Shqipërisë për të dhënë zgjidhje problemeve të tjera. Por kodi zgjedhor në fakt e bën të vështirë zonja Allushi çështjen e marrjes së mandatit kur je në listë të hapur, ndoshta kjo mbetet për të parë në vijim, nëse do të ketë reagim edhe nga politika për të ndryshuar përsëri kodin zgjedhor, pasi disa problematika të para i ka sjell. Do ta keni të vështirë që ta fitoni mandatin e deputetit? Shiko, është garë, kushdo garon, bën punën e vet, bën fushatën e vet. Që është e vështirë, këtë nuk mund ta amoj, por që është e pamundur kurse si. Unë mendoj që në këtë garë, fitoria e madhe dhe vetëm është fitoria e Partisë Socialiste. Domethënë marrja e mandateve të nëntit që po i rithem sërish, është fitoria më e madhe dhe fitoria e Partisë Socialiste. Kuptohet dhe për veten time është sfidë që të jem pjesë e Kuventit të Shqipërisë. E kam sfidë që të jep deputetja e rajonit 4 dhe deputetja e Novoselës, për të cilën kam bërë dhe maksimumin e punës time. Por ka një gjë shumë të rëndësishme, ruajtja e vlerave njerëzore. Jeta sigurisht vazhdon edhe pas 11 majit. Unë në të dyja takimet përmbyllëse që kam bërë në zonat që përfaqësoj, ja u kam thënë dhe kam shprehur në të gjitha format e mundshme të gjithë banorëve përfaqësues të këtyre zonave që unë do të jem pranë komunitetit që përfaqësoj dhe banorëve të dy zonave të mia që kam punuar deri më tani, edhe nëse nuk do të jem përfaqësuesi atyre në parlament. Do të vazhdoj të shkoj tek ata. Dhe jam e sigur që do të më mirëpresin ashtu sikur se kanë bërë deri dhe më tani, por dua të jem përfaqësuesi e tyre, pikërisht sepse mendoj dhe besoj që rajoni 4 e meriton të ketë përfaqësuesen e vet në kuvent. Njësia administrative Novosel, të 12 fshatrat, Novosela, Kërnia, Dëllënja, Delisufi, Alibani, të gjithë fshatrat e meritojnë të kenë deputeten e tyre në Kuventin e Shqipërisë. Nuk e një me këm në tokë, kur thoni edhe nëse nuk do të jem, pasi gjithë kandidatët e quajnë veten si deputet, që tani. Shiko, është një gjë e cila më karakterizon, për nga ne njemi edhe më herët, nuk është se njemi tani gjithë fushatës Ermal, ti e di shumë mirë që dhe në atë punën time, në profesionin tim, në mësim dhënie, unë jam me shumë këmbë në tokë kudo, dhe patjetër që e them me bindje që do të jem te qytetarët, tek të gjithë qytetarët, edhe pasi të mbaroj kjo dhe nëse nuk do të jem përfaqësuese e tyre në parlament, por i mëshoj faktit që besoj pikërisht nga gjithë fushatet që kam zhvilluar që unë do të jem deputetja e Novoselës, jam e vetmja kandidate atje dhe jam e sigur që do të jem deputetja e Novoselës dhe deputetja e rajonit 4. Zonja Allushi, cili është programi i Partisë Socialiste? Në fakt, në këtë studio edhe kandidatë të tjerë kanë folur për programin, edhe zoti Rama e ka shpalosur atë, por cilat janë disa nga pikat kryesore të këtij programi që edhe ju të reqin vëmendjen dhe që është mirë t'i ndajmë edhe me publikun? Programi i Partisë Socialiste është në fakt një program shumë ambicioz, gjithëpërfshirës, i cili gjatë gjithë kësaj kohe është bërë publik kudo, nga gjithë qoftë si kundër dhe ju e thatë dhe kryeministri Rama e ka bërë publike dhe ka shfaqur gjitha pikat kyçe të programit Partisë Socialiste, përfshin të gjitha fusha, shëndetësi, arsim, turizmin, drejtësin, pra gjitha fushat i ka të përfshira brenda këtij programi. Ajo që unë doja të veçoja për shkak sot është një pikë shumë e rëndësishme, të cilën e kam ndeshur dhe në takimet që kanë zhvilluar me banorët, që referohet çështjes së arsimit. Gjithë ne, ti je me fëmijë të vegjël,
E di shumë mirë sa problem ndodh kur oraret e shpejta të daljes së fëmijëve nga shkolla dhe prindrit janë në punë, mënyrën se si të menaxhohet koha pas përfundimit të mësimit. Në program është e përcaktuar qartësisht që brenda mandatit të 4 Partisë Socialiste do të krijohet mundësia për ofrimin e shërbimit after school për fëmijët të cilët i kanë prindrit në punë dhe nuk kanë mundësi të kujdesen, sigurimin e mensave, pra dhe të ofrimit të ushqimit të një vakti të drekës në ambientet e shkollës. Brenda 2026 është përcaktuar që të bëhet monitorimi me kamera inteligjente për të evidentuar dhe evituar njëkohësisht dhe problematika që ndodhin në shkolla që lidhet me bullizmin apo me forma të ndryshme të dhunës në ambientet e shkollave. Njëkohësisht një vëmendje veçantë nga qeveria i është dhënë dhe është përcaktuar saktësisht dhe në programin e Partisë Socialiste, është pikërisht arsimi i lartë, mbështetja e jashtëzakonshme kryesisht në fushën e ndërkombëtarizimit, sepse ne tani jemi në një fazë që ndërkombëtarizimi është një element kyç në arsimin e lartë në Shqipëri, duke qenë se unë vi nga universiteti, kam kaq vite që kontribuoj në Universitetin e Vlorës dhe di shumë mirë sa e rëndësishme është pjesa e ndërkombëtarizimit. Ne kemi hedhur hapa në këtë hapa vërtet të rëndësishëm, por sigurisht me bindjen e plot që edhe rektorja e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, profesor Aurela Saliaj, së bashku duke implementuar dhe programi dhe mbështetjen nga qeveria socialiste dhe programi i Partisë Socialiste, patjetër që do të kenë një hovë më të madh në drejtim të përparimit jo vetëm të ndërkombëtarizimit, por dhe elementeve të tjerë që duhet të avancojë një institucion i arsimit të lartë. Unë këtu në fakt duhet përmendë një institucion tjetër shumë të rëndësishëm në qytetin e Vlorës, i cili ka një ndikim shumë të madh, që është Kolegji Universitar Real, i cili ka një staf të mrekullueshëm, ka studentë të mrekullueshëm dhe ka një ndikim dhe është aset për qytetin e Vlorës. Kështu që pikën e arsimit, duke qenë se kam dhe shumë të ndjeshme, sepse kam kaq vite që kontribuoj në Universitetin e Vlorës, Fakultetin e Shëndetit, janë plot 18 vite që unë kam nxjerrë mira studentë diplomuar, ish student që sot punojnë kudo në Shqipëri, në Vlorë, infermier të suksesshëm, aty ku japin kontributin e tyre. I takuat pak ditë më parë studentët dhe thatë se ju kishte munguar në fakt. Kam takuar studentët, por në fakt ka qenë një nga, unë nuk kam bërë shumë takime të mëdhaja, sepse thash në fillim që fushata ime ka qenë drejt për drejt tek qytetarët, por nuk mund të lija pa bërë një takim të madh me ata që janë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time, që janë pikërisht studentët. Unë nuk jam thjesht dhe vetëm një pedagoge për ta, sepse në këto 7 vitet e fundit kam bërë dhe këshillimin akademik. Dhe studentët vinë 18 vjeç, janë shumë të rinj, dhe përveç se ka nevojë në fushën e mësimdhënies, ka nevojë të jashtëzakonshme të jetë pranë tyre, duke folur, duke i motivuar, duke i këshilluar për mënyrën se si të vazhdoj për një fjalë të mirë, një fjalë të ngrohtë, kjo është e gabuar, kjo është e mirë. Kanë shumë nevojë studentët, sidomos në ditët e sotme, dhe unë këtu them se e kanë bërë në mënyrë më të mirë të mundshme, se do toni ju. Kjo fushat më ka ndeshur me qindra familje të ish studentëve të mi. Ndoshta dhe i kisha harruar dhe si fytyra, sepse 18 vite janë shumë, me kupto më ndodh që por kanë qenë familjarët e tyre që kanë ardhur dhe më kanë kërkuar në mënyrë të insistueshme për t'i takuar në shtëpitë e tyre, dhe jo thjesht për faktin sepse kam qenë pedagogja e fëmijëve të tyre, por për këtë marrëdhënie njerëzore shumë të rëndësishme që unë kam krijuar me fëmijët e tyre, që sot janë infermierë të suksesshëm kudo ku punojnë. Pra, jo vetëm studentët aktual të fakultetit të infermierisë, por njëkohësisht dhe ish student që sot janë infermier dhe punojnë kudo, janë një mbështetje jashtëzakonshme për mua si e vis, pjesë e listës së kandidatëve Partisë Socialiste. Dhe unë u bëj një thirrje shumë të madhe të gjithëve, student dhe ish student, infermierëve, të gjithë qarku të Vlorës janë një armatë shumë e madhe. Është një mundësi e jashtëzakonshme që në kuvendin e Shqipërisë të kenë një zë të infermierive, një zë i cili pa diskutim do t'japi infermierisë një dimension të jashtëzakonshëm, do t'japi më tepër vlerësi, më tepër peshë, dhe nuk diskutohet që duke qenë dikush përfaqësues i zërit të tyre, patjetër që gjërat janë më të thjeshta për ta lartësuar figurën e infermierit në rastin konkret. Kështu që një përshëndetje të madhe kam për studentët dhe ish studentët e mi dhe infermierët e qarkut të Vlorës, edhe më gjerës, sepse punojnë dhe jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, apo dhe në spitalet e tjera në Shqipëri. Pikat e tjera të programit, nëse kellën në një gjë pa thënë, apo i këthet gjitha të programit, ato që më kryesorët që ju evidentoni. Dhe ju, keni një program tuajin, apo është një program i unisuar, apo unifikuar me Partinë Socialiste? Shiko, unë kuptohet që jam pjesë e Partisë Socialiste dhe
Sigurisht që kam ndërtuar kam bërë zbërthim, më saktë le të them që zbërthimin e programit të Partisë Socialiste, kam bërë një zbërthim të atij programi dhe kam përshtatur pikërisht në raport me problematika të zonave që përfaqësoj, por edhe më gjerë. Pra ato çfarë janë të përfshira tek programi i gjori Partisë Socialiste, unë i kam implementuar dhe ua kam thënë dhe kam bërë një lloj si thua zbërthimi në komunitet tek banorët drejt për drejt tek ata për të thënë që mandati 4 do të jetë i fokusuar në këto pika kryesore tek pikat e prekshme të tyre. Pra për të qenë shumë konkrete, sepse dua të them fokusim ka qenë jo thjesht programeve të mëdha për të folur me fjalë të mëdha, kam qenë shumë konkrete tek gjërat që kam deklaruar dhe thënë përpara qytetarëve. Gjëra konkrete, të prekshme, jetës së përditshme të tyre, ato që ata vërtet i shqetësojnë dhe kërkojnë zgjidhje imediate. Zonja Allushi, për të parë voton diaspora në këto zgjedhje. Si e vlerësoni votën e diasporës dhe sa mbështetje keni ju personalisht në diasporë? E vlerësoj maksimalisht. Diaspora të paktën në këto 12 vite, sepse ne kemi dhe familjarët tanë, jashtë jetojnë, punojnë, vinë në verë, ndoshta mund vinë edhe më shpesh, dhe gjithmonë ne kanë thënë dhe kanë parë se çfarë ndryshime shlojnësore ka patur Vlora. Dhe janë ata që i prekin, sepse ndonjëherë që ne që jetojmë këtu, ndoshta mund të na duken gjëra që ndoshta dhe i harrojmë se çfarë ndryshimesh ka ndodhur, sepse jemi përdit, në syri na mësohet me ndryshimet e mëdha dhe ndonjëherë edhe për momentin, jo sepse mundot, po për momentin mundot që ti të harrosh se çfarë ka ndodhur, por gjë që nuk ndodh kurrësi me ata të cilët jetojnë jashtë. Dhe pa tjetër, ata janë një fuqi e jashtëzakonshme në këto zgjedhje, sepse janë dëshmitar që sa herë vinë e shikojnë çfarë ka ndodhur me ndryshimin e imazhit të qytetit të Vlorës, me këtë transformim rrënjësor që ka ndodhur në Vlorë. Kam një mbështetje të jashtëzakonshme, gjë të cilën unë e kam ndier dhe nga komunikimet dhe nga ato shkrimet, komentet që kam marrë në gjitha postimet e mia që kam bërë në rrjetet sociale, në Facebook apo në Instagram, gjatë gjithë kohës kam parë dhe kam ndier pikërisht të mbështetjet të atyre që jetojnë jashtë dhe unë jam shumë e bindur që vota e diasporës do të jetë një mbështetje jashtëzakonshme për fitoren e Partisë Socialiste. Dhe zoti Rama, vetëm një ditë më parë, nënshkroi sërish memorandumin e Kuçit, memorandumin dytë për 9 mandate në Vlorë. Sa të mundshme janë 9 mandatet? Nga 8 të shkosh në 9, me një mandat më shumë, në fakt. Shiko, unë kam qenë, nuk e di si mund ta quaj, parentse e faktit që në këto zgjedhje ne do të fitojmë 9 mandate. Para 2 ose 3 viteve, kur kanë qenë kandidimet për kryetar partia, nëse mbani mend, është bërë një dëgjes publike tek fushat e sportit Lungomar, kemi qenë diku tek 20 kandidat mos gaboj, pas shpalosit së platformës, secili ju kërkua që ku mendonte vetëm pas 2 vitesh. Dhe u kam thënë që do të jem e 9 në listën e Partisë Socialiste për të fituar mandatin e 9. Kam besim të plotë sa fitojmë mandatin e 9, sepse mënyra se si është e organizuar dhe se si po zhvillohen këto zgjedhjet, listat e kandidatëve, kemi një listë hapur me 12 kandidat, kur secili prej tyre, secili prej nesh, zhvillon fushatën e vet në çdo zonë që është përcaktuar, po jo vetëm në zonat tyre, por në të gjithë qarkun e Vlorës. Dhe patjetër, puna që gjithë secili prej nesh ka bërë është në një lloj forme pikërisht evidentimi i çdo vote për Partinë Socialiste. Pra, nëse secili prej nesh sikundër ka punuar, por kjo është një thirrje edhe për tani, patjetër për të gjithë qytetarët që të dalin të votojnë më datën 11 maj, një thirrje hapur për të gjithë, të lënë mënjan të gjitha mërit, mërzitjet, problemet, pakënaqësitë, sigurisht edhe për duke lënë mënjan, edhe më thënë kjo një thirrje edhe për gjithë kandidatët dhe kolegët që janë në listat e hapura dhe të mbyllura. Nuk ka më rëndësi pjesa e votës personale. Ne jemi në momentet që rëndësia më e madhe është vota për Partinë Socialiste. Po fitoj Partia Socialiste, të gjithë jemi të fituar, gjithë Vlora, gjithë shqiptarët janë të fituar. Dhe pikërisht kjo mua më bën të besoj dhe kam bindjen e plot që në këtë lloj mënyre, duke punuar të gjithë së bashku, duke kërkuar me përullësi votën e çdo qytetari vlonjak në të gjithë qarkun e Vlorës, jam shumë e bindur që së bashku me mbështetjen e votës së diasporës ne do të marrim mandatin e 9. Zonja Allushi, ju në fakt jeni në listën e hapur e tham këtë gjë, por keni një garë brenda kësaj liste, pra shikoni dikë si kundërshtare brenda listës. Shiko, jemi në ditën e fundit.
socialiste, patjetër. Atëherë është një garë, nuk kam se ta mohoj. Duket sikur brenda zgjedhjeve të përgjithshme, brenda garës së përgjithshme, kemi një garë midis meshkujsh, kemi dhe një garë të vogël mund ta quaj unë midis femrave. Unë i vlerësoj të gjitha koleget femra të listës së hapur, sepse i njoh gjithë secilën prej tyre. Kam bashkëpunoj me secilën prej tyre dhe i vlerësoj maksimalisht për kontributin që secila prej tyre ka në komunitetin e Vlorës, në qarkun e Vlorës dhe kudo ku jetojnë dhe punojnë. Unë nuk e quaj absolutisht garë për te modestisë Ermal, të më besosh, e kam vërtet të ndjerë këtë pjesë kur e them, dhe them kudo, unë nuk e kam garë dhe nuk e mendoj si garë mes kolegesh, por e mendoj si garë me problematikat e qytetarëve të Vlorës. Do me thënë, pjesa e zhvillimit të fushatës time më bëri të kuptoj që kur nuk e kam kanalizuar garën mes kolegësh, por gara ime është me problemet qytetarët kanë, të qëndruar pranë tyre dhe dhënia e zgjidhja dhe dhënia e zërit problematika, pra të jap zë problemeve të tyre për të mundësuar zgjidhjet e tyre, sepse thash që fitoria nuk ka lidhje me emra të përveçëm, ka një emër të madh që është pikërisht Partia Socialiste. Pas ditën e të njëjtës, pra vetëm një ditë më parë u mbyll fushata në Vlorë me një miting në sheshin e Lungomares, ku i pranishëm ishte edhe kryesocialisti Edi Rama. Si ishte atmosfera? Ishte një atmosferë që mua më ka bërë të emocionojmë jashtëzakonisht shumë, me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, me një entuziazëm të jashtëzakonshëm të banorëve të Vlorës. Filloi pak shiu një moment dhe u duk sikur, por në fakt doli dielli dhe pati një zhvillim të jashtëzakonshëm. Ai miting, ai takim tregoi dhe një herë mbështetjen e jashtëzakonshme që qytetarët e Vlorës kanë për Partinë Socialiste, kanë për kryeministrin Edi Rama dhe patjetër dhanë një mesazh shumë të fuqishëm nga Vlora për mbështetjen e madhe për Partinë Socialiste. Emocionet kanë qenë të jashtëzakonshme në momenti që është rritur emri im, është bërë prezantimi nga i deleguari zoti Çuçi për të bërë një përshkrim dhe një thirrje, le ta quaj më mirë një thirrje për gjithë qytetarët e qarkut të Vlorës për të votuar. Ishte shumë emocionues, sepse nuk është pak të gjendesh atje në mes të një podi përpara pothuaj më shumë se 12.000 njerëzve të pranishëm aty. Por ishte një atmosferë festive dhe shumë entuziaste. Ndryshe pesa të bluza juaj, ndryshe nga të tjerët që më kanë ardhur këtu në studio. Keni kombinuar vetë? Në fakt ka qenë e rastësishme evidentimi i pesës në këtë lloj formati dhe e mendova pse jo, të kisha diçka të veçantë dhe diçka pak më ndryshe nga mënyra se si kemi patur të dizenjuara të gjitha bluzat deri më tani. Por pak rëndësi ka se si është pesa tek bluza ime apo pesa që ka qenë tek bluzat e të tjerë e njerëzve të tjerë të pranishëm që kanë zhvilluar fushat gjatë gjithë kësaj kohe, qoftë edhe kandidatëve apo e të rinjve, të rejave dhe zonjave të nderuara. Duket më shumë si dorë femërore, patjetër. Po pikërisht ka qenë qëllimi që unë të jem pranë më shumë zonjave, grave, të rejave për të kërkuar mbështetjen e tyre, sepse jam shumë e bindur që një femër, një nën, një grua e cila e njeh shumë mirë problematikat, e di shumë mirë vështirësitë e jetës, unë jam shumë e bindur që pa diskutim do të jetë një zë akoma më i fuqishëm që këtyre problemeve, këtyre vështirësive t'u japi drejtim dhe t'u japi zë dhe t'u japi zgjidhje. Ngellushi, ka patur ndonjë histori apo personazh që ka mbetur në mendje gjatë kësaj fushate? Po, ka patur. Kanë qenë, janë disa në fakt, sepse nuk do të them një, kanë qenë disa, por më të veçantat kanë qenë familjarët e studentëve të mi. Jo më larg se mbrëm, kam qenë në shtëpinë e tyre të një prej tyre, sepse gjithve ka qenë, se dhe se ko fizika ka qenë pa mundur që të shkosh tek gjithë secili kur bënin atë ftesë për herë të dytë apo për herë të tretë, edhe pse jam munduar jashtëzakonisht shumë që mos të neglizhoj absolutisht askënd. Dhe jam ndjer jashtëzakonisht e emocionuar sepse sinqerisht do me thënë, ishin njerëz shumë ikpritës dhe nuk ishin thjesht vetëm për faktin që unë ish pedagogja e vajzës të tyre, po ishin tek pjesa njerëzore, e marrëdhënies njerëzore që unë kam krijuar me këta ish studentë të mi, sot infermier në punë. Ka qenë histori të veçanta, domethënë që unë kam parë dhe kam përjetuar tek zona e Korçarëve që njihet në Vlorë, tek një komunitet shumë i nderuar që për ne që jetojmë në Vlorë dhe jemi vlonjat, është një nder shumë i madh që i kemi pjesë të jetës tonë dhe pjesë të komunitetit të përgjithshëm të Vlorës.
janë një komunitet që prej 30 vitesh jetojnë këtu, me mundin, me sakrificat e tyre, me punën e tyre, kanë zhvilluar jetën e tyre atje ku ata jetojnë dhe banojnë, kanë vajtur në shumë shtëpi për e tyre, sa shkoja në një shtëpi, vinim thrisën të shtëpia tjetër dhe kam gjetur një pritje dhe nuk di si ta shpjegoj do me thënë mënyrën se si ata njerëz më kanë pritur. Kanë qenë të mrekullueshëm dhe unë i falenderoj dhe i vlerësoj shumë, jo vetëm për pritjen time personale, po për atë që ata kanë bërë në këto 30 vite, ndoshta edhe më tepër, që janë vendosur dhe jetojnë në qytetin e Vlorës. Kanë dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme edhe në zhvillimin e qytetit tonë, në saj të punës së tyre që bëjnë. Do të vijoni të jetoni në Vlorë pasi të fitoni mandatin e deputetes? Tani tjerë ma në një shumë mirë familjarisht, e një shumë mirë tim shoq, dhe besoj e di shumë mirë që nuk ka shansë që ne të lëvizim nga Vlora. Të dy së bashku, qoftë unë, qoftë edhe Ergysi, tani më lejo të bëj një prezentim se mund ndoshta ndërkush edhe mund të mos e di që... Unë fakt të Ergysin e prisja në studio të më vinte, si ftesin e u bëra pak më ndryshe me që të dy jeni njerëz publik, por me sa duket ka menduar që këtë minutazh t'ja u lejoj vetëm juve. Të më kushtoj, po vetëm pjesa ime. Ndoshta mbas zgjedhjeve mund t'ju kemi të dy, të siguroj që na vini si deputete me bashkëshortin apo jo. Që është një gazetar i njohur në Vlorë. Ergysi është një publicist, gazetar, shkrimtar, u mund të them, domethënë një person i cili ka një ndikim të jashtëzakonshëm në qytetin e Vlorës, sepse prej 25 vitesh është kontributor në shumë fusha në qytetin e Vlorës. Dhe patjetër që duke, prandaj thash edhe pak më parë që ti duke e njohur shumë mirë Ergysin, e di shumë mirë që ne nuk largohemi nga Vlora, sepse jemi të dy, jemi shumë tradicional, jemi shumë lokalist. Kemi pasur mundësi të lëvizim nga qyteti Vlorës edhe më herët, qoftë Ergysi për shkak të natyrës së punës tij, por edhe unë, por kemi zgjedhur që aktivitetin ton, qoftë në profesionin e Ergysi, por edhe unë, ta zhvillojmë vetëm këtu në Vlorë. Sepse jemi rritur në dy familje tradicionale vlonjate, unë me origjinë nga Tërbaçi, Ergysi me origjinë nga Bolena, familje shumë të ngushta që e ruajmë atë bërthamën e familjes, dhe ta them me bindje të plotë që jo, në asnjë moment nuk do të largohem nga Vlora, do të qëndrojmë të dy së bashku. Si e priti Ergysi kandidimin tuaj? Shiko, ka qenë mbështetje gjatë kësaj fushate? Shumë mbështetje. Mbështetje jashtëzakonshme, mbështetje, kritika, këshilla në vazhdimsi, sepse Ergysi ka një aftësi të jashtëzakonshme që ka informacioni. Sot informacioni është pushtet shumë i madh. Dhe ajsa në takimet që unë zhvilloja për shembull me njerëz të ndryshëm, sa po filloja prezantoheshe, prandaj thash pak më parë që duhet patjetër të prezantohem, sepse ndoshta dhe mund të mos e dinë që jemi, Ergysi është bashkëshorti im dhe jemi burrë e grua. Ajsa në momente të caktuara thjesht më thoshte që mbiemrin e asaj familje ku ti ke shkuar dhe me njerë më bënte një listim të jashtëzakonshëm të lidhjeve familjare si qysh dhe tek. Dhe kritik, në momentet të veçanta për shembull që ndoshta duhet të sillesha ndryshe, të veproja ndryshe, por dhe një mbështetje jashtëzakonshme. Ka qenë mbështetje jo vetëm tani në këtë fushat. Ergysi ka qenë mbështetje që në fillimet e mia të karrierës politike dhe suksesin tim të deri tanishëm, faktin që unë gjendem në listën e hapur të kandidimit për deputetet të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, pa diskutime dedikoj edhe mbështetjes së jashtëzakonshme të tij. Dhe çfarë të ka këshilluar? Këshilla e tij e vetme ka qenë kjo, të qenit vetvetja në çdo moment, të qenit vetvetja me këdo, të mund të jap sa më shumë pozitivitet, t'i dëgjoj me shumë përullësi dhe me shumë mbështetje të gjithë njerëzit dhe në asnjë moment të mos dalë jashtë asaj se kush është e visi, sepse në fundit unë jam përzgjedhur për të qenë pjesë e këtyre listave pikërisht për atë që unë përfaqësoj. Jam ajo që thash pak më parë në ato prejardhje të rëndësishme familjare ku qoftë nga Ergysi dhe nga pjesa ime, jam një vajzë e rritur thjesht një familje tradicionale vlonjate, kam kontribuar në Partinë Socialiste, asnjëherë nuk kam kërkuar asgjë në këmbim, sepse ti e di shumë mirë se njemi shpejt nëse ta kisha bërë këtë gjë, patjetër do kisha përfituar edhe unë, por jam rritur me Partinë Socialiste në zemër dhe politikën e kam patur pasion.
kam kontribuar sepse e mendoja gjithmonë të dy së bashku e mendonin, dhe kur mblidheshim dhe diskutonin me njëri tjetrin në mbrëmje, e mendonin që do vi një moment në të cilin ne do të gjendeshim këtu ku jemi sot. Dhe për mua është vërtet nder që jam pjesë e listave të Partisë Socialiste, sepse nuk është pak të jesh në listat e Partisë Socialiste një forcë shumë e rëndësishme politike në gjithë Shqipërinë, dhe unë këtë e quaj vërtet një nder të jashtëzakonshëm që jam pjesë e këtyre listave. Pavarësisht faktit nëse do të zgjidhem apo nuk do të zgjidhem deputete. Thjesht fakti që jam në këto lista është një vlerësim jashtëzakonshëm që më është bërë mua të jem pjesë e listave. Ju keni dy vajza. Po. Me studime, vazhdojnë? Po, kam dy vajza, Rosela është vajza e madhe, është 20 vjeç, dhe Edeni është vetëm 16 vjeç, vajza e vogla. Dy vajza të cilat i kam rritur me një përkushtim, i kemi rritur me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Gjithmonë e kam menduar që nëse ti krijon një frym familjare dhe krijon një bërtham familjare të rëndësishme, kjo është arritja më e madhe. Ato janë investimi më i madh, janë investimi më i madh i të dy neve në jetën tonë. Sepse unë jam, domethënë e mendoj familjen gjë më të rëndësishme. Nëse ti ke krijuar një bërtham familjare të respektuar, patjetër që ti dhe nesër, kur të kesh marrësh një detyrë më të rëndësishme, pa diskutim që do ta bësh. E kam bërë në familjen time, jam investuar maksimalisht në familjen time dhe them se ja ka vletur dhe kam bërë gjën më të mirë dhe më të bukur deri më tani, por këtë gjë e kam bërë edhe në punën time. Suksesi në punën time, në edukimin e gjithë këtyre brezave. Sa që shpeshherë në këto takime që kam bërë nëpër familje, kur nuk më njihni, sepse edhe nuk më njihni, më kupton, ishte një zonë shumë e gjerë, zonë që nuk e kisha shkelur kur, dhe impakti i parë patjetër ishte që nuk më njihnin. Dhe gjëja e parë që thosha ishte që nëse doni që të njihni dikë, mjafton të shkoni në vendin e punës ku punon. Mund të shkoni në Universitetin e Vlorës, në Fakultetin e Infermierisë, mund të pyesni kolegë, mund të pyesni student dhe të merrni informacion. Dhe këtë gjë unë e kam bërë qoftë edhe në punë, qoftë në raport me studentët, dhe patjetër do ta bëj maksimalisht dhe nëse do më besohet kjo detyrë e rëndësishme, mandati i deputetit nesër në Kuvendin e Shqipërisë. Si është kombinimi një nga Tërbaçi, tjetri nga Bolena? Është një kombinim perfekt. Një kombinim perfekt. Janë dy fshatra tradicional të cilët Tërbaçi nëse vendos dhe merr një vendim e çon deri në fund, janë mbështetës të jashtëzakonshëm të djemve dhe të vajzave të tyre, mikpritës, nuk di si ta shpreh, domethënë në të gjitha dimensionet e fjalës mikpritjes, një fshat jashtëzakonisht i bukur, shumë i bukur, sa që Ergysi ndonjëherë më thotë po dale duro pak se jemi dhe ne të tjerët, por në fakt është një fshat shumë i bukur. Janë karakteristika të cilat unë i kam të mishëruara edhe në veten time, pra mikpritja, fjala e dhënë respekti, fjala e dhënë besa, janë njerëz të mrekullueshëm. Jemi njerëz të mrekullueshëm, nuk mund të thënë jemi njerëz të mrekullueshëm, por edhe Bolena nuk ngelet më pas. Unë kam pasur një mbështetje shumë të madhe nga të gjithë Bolenasit dhe nga të gjithë Tërbaciotët, kështu që unë nuk i ndaj. Vajta 26 vite nuse në një familje Bolenase tradicionale, kështu që jemi bërë, domethënë së bashku një, kështu që nuk mund t'i ndaj. Ergysi nuk është nga fshati gruas, siç thonë. Jo. Është Bolenas 24 karat, nuk ka. Kështu që janë të dy fshatra të mrekullueshëm. Zonja Llushi, kush ju frymëzon në politikë? Njerëzit, por nuk dua ta fshe dhe nuk dua që njerëzit të ma marrin për modesti, por është dhe pjesa tjetër e familjes time. Domethënë, Ergysi, bashkëshorti im, është një frymëzim jashtëzakonshëm në rrugtimin tim politik. Vajzat e mia, familja ime dhe njerëzit me të cilit unë kontaktoj gjatë gjithë kohës. Pra janë një frymëzim që nga fillesat e mia në politikë dhe deri më ditët e sotme. Nuk dua të lëmënjan studentët, energjinë që ata sjellin, motivimin që ata kanë, të cilën unë mundohem t'ua kultivoj në çdo formë të mundshme. Dhe pa filluar ky garimi dhe pa qenë pjesë e listës së kandidatëve për deputet, në atë punën time të përditshme atje në auditor, çdo ditë mundohesha si t'i organizoja dhe në aktivitete që nuk ishin thjesht dhe lidhje me pjesën e mosimdhënies. Ja tani për shembull kur të kthehem në shkollë, sapo të vete në auditor, gjëja e parë që do më thonë, Zysha na ke premtuar që do na organizosh një ekskursion. Po mpresin ata gjithë që pasi të mbaroj gjithë të kaloj dhe faza pas zgjedhjeve, mbaroj dhe faza e lodhjeve,
u kam premtuar për të bërë një ekskursion, që të bëj një organizim me gjithë studentët së bashku, sepse është një lloj energjie që nuk e di, duhet punosh me ta që ta kuptosh, domethënë sa shumë të motivon. Në fakt ju keni shumë studentë, shumë të rinj, dhe kur ju organizoni festat bën shumë bukura në fakt. Jashtëzakonisht të bukura. Dhe si staf jeni shumë të organizuar. Po, si jemi fakultet. një staf që kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, domethënë përgjatë gjithë këtyre viteve. Dhe patjetër ky bashkëpunim, kjo frymë e studentëve, bashkëpunimi i stafit arriti që ne sot, se po flas të pjesën e jetës akademike, rektoria që është sot në krye të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës është ish dekania për 12 vite në Fakultetin e Shëndetit. Kështu që unë besoj dhe shpresoj që forca e madhe e studentëve, e stafit, e atyre ish studentëve që sot janë infermier, do më mbështesin edhe mua që universiteti përveç se ka rektore nga ky fakultet, nesër të ketë edhe një deputete përfaqësuese e infermierve, sepse unë jam diplomuar në infermieri, dhe fakultetit të Shëndetit dhe të gjithë studentëve. Do me thënë, ta që përmënda janë frymëzimi im në këtë fushat elektorale dhe në përgjithësi në politikë. Zonja Lushi, duke qenë se po shkojmë drejt fundit, pse duhet të dielën në këtë 11 maj qytetarët të votojnë Partinë Socialiste dhe Evi Sallushin? Duhet të votojnë Partinë Socialiste sepse Partia Socialiste pas 3 mandateve ka treguar që di të punoj. Ka treguar që ne kemi, domethënë në gjithë të rrugtim, kemi treguar që nëse vendosim për të bërë diçka dhe nëse vendosim për të realizuar, finalizuar një qëllim, e çojmë deri në fund. Dhe nuk janë pak. Në këto 3 mandate kemi një ndryshim që mos të kalojë në përsëritje, qoftë nga qendra historike e Vlorës, bypassi, rruga e Lumit të Vlorës, lungomare e cila po shkon deri edhe në Radhim, rruga që ka filluar që nga shkolla Alimxhelo do të vijojë deri tek xhamia, për mos haruar ndonjë investim tjetër. Pra janë investime të jashtëzakonshme madhore, të cilat do të vazhdojnë, pra tregon që ne kemi punuar. Ne jemi votbesuar sepse vim para 3 mandateve, që do të thotë në këto 3 mandate njerëzit na kanë besuar dhe na kanë dhënë mandatin e radhës për të vijuar punët e mira që kemi nisur. Dhe duke patur parasysh këtë gjë të realizuar më së miri deri tani, pra kemi garancinë e mirë qeverisjes. Dhe në këto kushte e kërkoj mandatin e 4 sepse besojmë që gjithçka që ka nisur duhet të vazhdojë. Pastaj karta më e rëndësishme Partisë Socialiste dhe për të cilën unë kërkoj mbështetje të jashtëzakonshme për Partinë Socialiste është pikërisht mandati për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo do të thënë është, si ta quaj, qershia mbitor, është gjëja më e rëndësishme, sepse pastaj Shqipëria do të shihet ndryshe. Do të ketë tjetër lloj qasje në gjithë arenën ndërkombëtare. Për gjitha këto arsye, unë sot nga studioja juaj bëj një thirrje të hapur për të gjithë qytetarët e Vlorës. Ditën e diel, në datën 11 maj, të gjithë së bashku duhet të dalim në votime. Mos të neglizhohet asnjë vot. Asnjë vot nuk duhet neglizhuar. Të gjithë qytetarët duhet dalin, duhet të votojnë, duhet të mbështesin Partinë Socialiste, të votojnë Partinë Socialiste Edi Ramën numrin 5. Dhe patjetër kërkoj dhe mbështetjen time personale, mbështetje për Evi Sallushin, sepse e kam thënë, e rithem dhe do ta them gjithmonë. Unë jam një si gjithë qytetarët e Vlorës, jam një si ju. E di shumë mirë se çfarë duan njerëzit sot. Njerëzit duan njeriun e thjeshtë, njeriun e punës, njeriun që u jep besim, ju jep shpresë dhe kërkon me gjithë forcën e tij që të përmirësoj dhe të ndihmoj sa të mundet dhe kam besimin, kam fuqinë dhe kam shpresën e jashtëzakonshme që unë do të jem një zë në atë foltore nëse do të zgjidhem dhe do të mandatohem nga qytetarët e qarkut të Vlorës. Në veçanti patjetër nga rajoni 4 që unë kam punuar, për të qenë deputetja rajonit 4, për të qenë deputetja e njësisë administrative në Novosel, për të qenë deputetja aty ku unë jam rritur politikisht, edhe tek rajoni 3, sepse kam miq, kam shok, kam njerëz të afër në këto 25 vite të kontributit qoftë të Ergysit, por njëkohësisht edhe pjesës tim më pak tek pjesa ime, ne kemi bërë shumë miq. Kemi pasur një marrëdhënie të jashtëzakonshme me njerëzit dhe kanë qenë pikërisht ata shok edhe miq të cilët në vazhdimsi mua më thoshin që Evis ti duhet të kërkosh të jesh
pjesë e listës kandidatëve në zgjedhjet e mëparshme. E shikonin pjesën, më besoni tek ajo që unë mund të bëja dhe gjithmonë më kanë thënë që ti duhet të ecësh në këtë lloj rrugtimi. Dhe unë kam një besim dhe një shpresë të jashtëzakonshme që të gjitha shokë e mi që ne na kanë dhënë besim në gjithë këto vite, na kanë mbështetur në rrugtimin tonë. Kemi patur një mbështetje të ndërsjellë sepse është e ndërsjellë nga të dyja palët. Jam e sigurt që do të më mbështesin dhe do të më votojnë më datën 11 maj. Por e rëndësishmja është pikërisht dalja në votime dhe mbështetja për Partinë Socialiste. Faleminderit shumë dhe të uroj suksese. Faleminderit ju Vermal për mundësinë që më dhat në këtë ditë të fundit të mbylljes së fushatës elektorale. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, ishim në Fokus me kandidatën e Partisë Socialiste për deputete, zonjën Evi Sallushi.